أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falënderimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në fillimin e 3 muajve të shenjtë, muajin Rajab, pastaj vjen muaji Shaaban e pastaj vjen edhe muaji Ramazan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë filluar këto muajt, po ashtu edhe sahabët janë lutur që Allah xhaleshan t'i bekon në muajin Rajab dhe muajin Shaaban dhe që u mundson të arrijnë muajin Ramazan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. O Zot, na bekon në muajin e Rajabit dhe muajin e Shaabanit e na mundson të arrijmë muajin e Ramazanit. E këto janë 3 muajt e mëdhenj, janë 3 muajt e bekuar. Besimtarët në këto 2 muajt e parë, Rajab dhe Shaaban, dikush agjeron më shumë, dikush më pak, dikush të hanë tëjte, përpara ka pas prej plegjve tonë. Ndoshta sot ka, po në atë kohë dikush agjeroi këtë 3 muajt komplet, Rajabin, Shaabanin edhe Ramazanin. E Rajabi e Shaabani janë si më thon para përgatitje për Ramazanin, ta përgatit me shpirtin ton, të përgatit me sjelljet tona, fjalët tona, që kur ta fillojmë Ramazanin ta fillojmë ashtu siç i ka hije një besimtarit, me zemër të pastër, mos të ketë diçka në zemrën e tij kundër muslimanëve e kështu me radhë. Por edhe këto dita si që dim është fundi i vitit, e tash qerafeja i kanë ato feste veta, për fat të keq disa musliman të cilë ndoshta nuk kanë shumë njohuri lidhe me islamin, nuk i din ndoshta gjykimet e islamit, ma shumë ndoshta po postojnë në rrjetet sociale për festet e atyre të tjerë se sa për festet e veta, festet islame. Pra fillimin e muajit Rajab, pak ndoshta ki pa prej musliman që postojnë, e shumica të uruz krishtlindjet aty të tjerëve e kështu me radhë. Ne si musliman, si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, jemi një ummet i cili nuk ka nevojë të morë prej tjerëve, nuk ka nevojë të morë festat të tjerëve, nuk ka nevojë të morë traditat të tjerëve, sepse që Islam i ka festet e veta, kemi traditat tona fetare. S'po flas për ato traditat kombëtare, se si solli kombi ka traditat e veta, por traditat fetare që i kemi, ato janë të përbashkëta për gjithë muslimanët, qoftë shqiptar, arab, evropian, apo çka do qoftë, traditat islame janë të njëjta anë mban botës. Dhe njeriu kur qaron dikujt diçka, do ta di se çka po uron. Nëse e di se çka po uron, do ta di se kjo urim a lejohet me Islam apo nuk lejohet me Islam. Me javru dikujt në një festë, do të ta dish se çka përmban e festa, çka festojnë ato, çka besojnë, çfarë bindje ka. Nuk ka veç hajt, po urojnë, po festojnë. Po ja festoj se e kam kujshi. Respekt. Respekti i besimit, respekti i islamit, respekti i Allahut, i pejgamberit alayhis salam, është më i madh se respekti i krijesave. Sidomos kur ai krijesa të bën ndonjë gjuna, apo është të bën ndonjë kufër, shirk. E tash na bashkëjetojmë me jo muslimanët. Nuk kemi kundra saj, na bashkëjetojmë, jetojmë bashkë, i përshëndesmi, i respektojmë si njerëz. Por kur është mpiqe feja jonë, kur është mpiqe islami, besimi, atëra pak më ngadalë dhe do të mendojmë mirë dhe të kemi kujdes të madh. Se mund me një fjalë
me shkatru besimin tanë, me një vepër mund me shkatru besimin tanë. E tash mos mu treguna e shumë evropian, shumë të civilizuar, se ndonjëherë të tepru këtë civilizimin, ndoshta pe shkatrojnë edhe besimin tonë. Tash të respekton kujshien tanë, se kemi folna për respektin ndaj kujshies, qoftë musliman apo jo musliman, duhet me respektu. Por nuk ka lidhje respekti me urimin apo festën e tyre. Po e respektojnë festën, po e respektoj një festë që e ka. Kur e festë ndoshta është e mbushur për plot me shirk e me kufër e me gjunohe me vepra që nuk i don Allahu. Tash duhet mi dallu sejnë çka është respekti i personit e çka është respekti i një feste që e ka, apo respekti i një vepre që e bën ai. Tash nëse janë festë mirë që nuk kundërshtohet me Islam, nëse është një vepër që nuk kundërshtohet me Islam, në rregull, ja e respekton. Por na dina se këta të cilët i festojnë këto që thonë Krishtlindjen, qëra festa nuk janë festa të cilët na lejohet neve të veprojmë apo që urojmë. Unë e habitëm ndonjëherë me njerëz të cilët e lexojnë suratul Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, edhe ja uron ato Krishtlindje që i thonë. Thuaj Allahu është një, në suratul Ikhlas, thuaj Kul huwallahu ahad, thuaj ai Allahu është një. Allahu samad, ai s'ka nevojë për askën. Lam yalid wa lam yulad. Nuk ka lindur askën dhe nuk është i lindur. E tash si po festonte një festë të cilët ata besojnë e kanë atë bindjen e tyre se Isa alayhis salam është i biri i Zotit. Apo dikush e beson se Isa është Zot. E tash si musliman tham, duhet ta dish çka po uron, çka po feston. Nëse në të bredhin 2-3 mjetër të shpia të i pa ditë çfarë kuptimi ka. Çka është ai bredhi, çfarë bindje kanë ato të cilët e përdojnë këtë bredhin. Çka simbolizon këtë bredhi. Mos e rrit fëmin tanë me kësaj me bredha e me jashtë quajtur babadimrit. S'ka ekzistuar kurrë, edhe se ekziston, po veç çështon bindja dikujt, besimi dikujt, e mos rrit fëmin tanë me babadimri. Bën fletë babadimri vjen me çokoladë. Po shkon në Migros i blej fëmijës tanë çokoladë, çka me prit babadimrin? E kështu me rrit fëmijët ton, pasardhësit ton me kësaj bindje. Sa shton ngadar fillojnë se kur kush nuk ta ndryshon ti besimin aty për aty. Por ngadal me një festë, me një besim, me një bindje, me një sjellje, me një diçka, ngadal ta shpërlan trunin. Nëse ne si prindër tash fundi vitit i mbushish shtëpitë tona me bredha, me babadimra, me drita, me diçka, e fëmia jot nëse çka ka me bë. Ai e merr si pjesë të jetës së tij, ai e merr si pjesë të besimit të tij, e beson se baba jam që shtonë më ka rrit. E pastaj djali i tij, nipi jot, ai mo ndoshta vetëm kalon diku tjetër. Vetëm ato që i ruan Zoti, që i mëshiron Allahu, ju udhëzon në rrugën e drejtë. Ama nëse përgjithësia jonja nuk do të mbjell me fëmijëve ton këto tradita, bredha, babadimra, drita, nuk e di çka. Nëse festa po vjen islame, sa ngjarje historike islame po i kemi në Islam, rapi musliman dikush që zbukuron shtëpinë e tij. Shembull po vjen Bajrami, çtash muin Rexhep është El Isra wal Mi'raj, udhëtimi pejgamberit alayhis salam prej Mekën Palestinë, prej Palestinë mbi 7 qilla. Shumica musliman nuk e din. As nuk e din datën kur është ajo. Mos më ka xhallar ta dikush në postuna për Facebook apo për asaj, as nuk na shkon menja se është El Isra wal Mi'raj. Ndodhi e mon, ndodhi për plot mësime. Nuk kanë ndodhi hajt vetëm për festojnë Isra dhe Mi'raj në Dukri. Jo, ka mësime. Para 1400 vete më shumë ka ndodhur kjo, gjithmonë dietar nxjerrin mësime prej asajna. E nota e vitit të ri apo këto Krishtlindjet apo bredhi, babadin, çka mëson prej asajna? Çfarë mësimi nxjerr prej asajna? Kur gjon? Sepse ja pranësia asajna nuk ja pranësi kësaj që të mëson, që të edukon, që ta forcon imanin, ta forcon bindjen tonë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E për fat të kesh shumë musliman, po ndoshta edhe hoxhallar po ka, po munduhet të bën pak filozofa, ta ndriçë diçish një postim vetëm për hatraj se i kemi kojshia, po ka prej shqiptarëve që janë ndoshta katolike, mos me hi ajo urrejtja me zvejtë, s'ka bë urrejtje.
E me keq atë një hosh thot, po sikur ai këna thot neve me fat Bajrami nuk bëhet musliman, edhe na mi thon me fat Krishtlindjet nuk bëhet katolik. Ja ka dal tash. Ja çetër mobe. Me thonë me fat Bajrami nuk bëhet musliman. Po ti nëse i thot Krishtlindjet, edhe din se ai me këto Krishtlindjet e beson se Isa është i biri i Allahut, apo e beson se Isa është vetë Zoti. Ata këto po rroshet. Po hin gjuna, po hedhin kufër. E duhet me pas kujdes. Po respekt, se po bashkëjetoni. E respektoj njerëzit, mos i ban dam, mos i ban zollom, mos i ban padrejti, mos i ban e keq. Dhuroj dhurata, sillu mirë me ta. Kjo kërkohet prej neve. Ama ti ku preket feja jo, ku preket bindja jote, preket besimi jot, aty pak ma ka dalë. Edhe bab me pas, edhe fëmijë me pas, duhet me bo stop ati munal. Se është mpitje jeta ime, vorri jam, ahireti jam, xheneti është mpitje dhe xhehenemi. E për këtë duhet të kemi kujdes se çka po urojna, çka po festojna, sepse mund të dëmtojmë besimin ton, edhe ndoshta mund të dalë prej besimit ton. Isa a.s. është pejgamberi i Allahut, është robi i Allahut, si gjithë pejgamberët të tjerë. Allah xhaleshan në shumë ajete të Kuranit e përmend Isa a.s., historinë e Isa a.s., lindjen e Isa a.s., se ka qenë me të vërtetë një lindje mrekulli që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Ka lind pa babë, vetëm prej nonës. Por kjo nuk jep të drejtën dikujt të thojë se ai ka na Zot apo i biri i Zotit, pse ka lind pa babë. Sepse sikur të ishte kështone, krijimi i Ademit a.s. është edhe më i habitshëm, ose më thon më i çuditshëm se lindja e Isait a.s. Ademi a.s. ka lind është kriju pa babë dhe pa nonë. Allah xhalesha shka thot në Kur'an, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adem. Vërtet thot çështja e Isaut tek Allah është sikur se çështja e Ademit. Khalaqahu min turab, e ka kriju prej dhejut Ademin a.s. pa babë edhe pa nonë. Thumma qala lahu kun fayakun. Atë krijoi nga dheju e pastaj tha bëhu edhe u bë. U kriju Ademi a.s. El haqqu min rabbika fala takun min al mumtarin. Kjo është e vërteta nga Zoti yt. E ti kurse si mos u bën nga ata që dishojnë. Pra mos u bën nga ata që dishojnë se dikush e ka konsideruar Isa a.s. i biri i Zotit pse ka lindur pa babë, vetëm prej none. Pa Ademi a.s. as babë as nonë. Tash me këshir me këtë analogji, e cila as nuk është analogji, nuk është e logjikshme, po me këshir si pas atinve, piben se Ademi a.s. a diçka ma i madha, po ma me vlerë, ma me grada se Isa a.s. Sa i ka lind është kriju pa babë edhe pa nonë. Ndërsa Isa a.s. vetëm me nonë edhe pa babë. E Allah xhalesha po thot në Kur'an, thot çështja e Isait do të thonë i lindur pa babë. Kjo çështja e tij, Isait a.s. e lindur pa babë, pra çështja e Isait nuk ishte më jashtëzakonshme, më çuditë se ajo Ademit a.s. Se Allah po thot inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adem. Ka mathali Adem. Shembulli apo çështja e Isait tek Allah është njëjtë sikur çështja e Ademit a.s. Adem e krijoi prej dhjet pa babë pa nonë, Isait e krijoi prej nonë pa babë. Thot kjo është e vërteta, mos u bën prej atij që dishojnë. Pra çështja e Isait nuk është më jashtëzakonshme, më e çuditur se ajo Ademit, pra Isau u lind pa babë, por Ademi u krijua pa asnjërin prind. Në kohën e pejgamberit alayhis, kur ishte duke shpallur Kur'anin, surat, ajetet që shpallshin pejgamberit alayhis, i thtarët e librit apo që i thoin ahlul kitab, çifutët dhe krishterët, ishin të ndarë në dy grupe, si pas periudhave historike. Si cili i kishtë ato bindjet e veta, ato besimit e veta, sepse devijun nga Tevrati, që futët krishterët devijun, që u bënë krishterë, devijun nga Injili, libri që i zbrit e Isa a.s. E tash as që futët, as krishterët nuk janë në rrugën besimin e Musa a.s. apo besimin e Isa a.s. Të tash në komplet kanë deviju. Se Isa a.s., Musa a.s., Muhammed a.s. e kanë njëjtën fe, njëjtën bindje, njëjtën besim e kanë. Janë pejgamber të Allahut, të dërguar të Allahut. Ne besojmë edhe Musa a.s. edhe Isa a.s. Diti besojnë as si pejgamber. As më shumë as më pak. Isa a.s. ka lind pa babë, prej none, është mrekulli që Allahu xhaleshan ja ka dhënë Isait a.s. e ka bën të folë fort një, pas sa ka lindur, ka folë më një herë. Kjo është mrekulli.
Ama kjo nuk e ban atë ti biri Zot apo Zot. Se Allah thon Kur'an lem yalid wa lem yulad. As nuk e ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Allah xhaleshan thon hadithin kutsi, shataman ibn Adam, më ka ofendu i biri Ademit. Thot kur më ofendoi? Kur tha ittakhadha Allahu walada, Allah ka fëmijë. E gjitha këto argumente që tash një musliman të uron një fest e cila është përplot me kufër dhe me shirk, tash ata e besojnë se a është i biri Zotit, a nuk e besojnë. Ai ku shija ajo që ja uronte, a beson se Isa është i djali i Zotit apo vetë Zoti, a nuk e beson. Festa si festë që përmban nuk është e lejueshme në Islam. As na ta festojmë, po as t'ja urojmë dhe t'ja përhajmë të tjerëve. Fundi i vitit, për shembull, po mbaron 2025, kjo është diçka tjetër, po ndryshim i muajit, ndryshim i vitit. Fjala është e Krishtlindjet, fjala është te ajo që ka lidhje me Isa alayhis salam. Nuk është puna e fundi i vitit. Okej, fundi i vitit sikur s'ka mbaron sot dita e xhumo, ka më mbaron mbrëmje me perëndimin e diellit, sikur s'ka mbaron java, sikur s'ka mbaron muaj, po mbaron në vit janë ndryshim të ditëve, të netëve, të muajve, të viteve, të muajve. Ama festa që bën gjatë këtyre ditave, që nuk është festë islame, që nuk kemi drejt na me morë për qire të e pasna për plot traditët tona dhe festet tona, kjo me Islam dietar e kanë ndaluar. Pejgamberi alayhis salam thot: "Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum", kush i përngjan një popull ai është prej tyre. Imam Ahmedi dhe që dietar kanë thonë, kush i përngjan një popull, nëse i përngjan në gjunohe, atë i bën gjuna, nëse i përngjan në kufër, atë i bën kufër, i përngjan në shirk, i bën shirk, i përngjan traditët tyre që në veshën e tyre, i bën njëjtë si ato. Pra varet në çka i përngjan një popullit. Musliman, Abdullah ibn apo Abdulrahman apo Muhammed apo Ahmed, urim me Krishtlindjet, po valla edhe muftia be e boni, vetë kimi në varë, kimi me as me muftin, as me hoxhën, as me kërkonin. Ti pra kujdes, ruje besimin tanë, shpëtoj besimin tanë, bota çka bën qofshin edhe hoxhallar po thojnë në thojza, po qofshin edhe mufti, ti mundohu shpëtoj besimin tanë, imanin tanë, se vetë kimi i në varë edhe vetë kimi dhon llogari në ditën e gjykimit. Pra lusim Allah subhanahu wa taala që të na ruje besimin ton, imanin ton, të jetojmë si besimtar, të vdesim si besimtar. Lusim Allah subhanahu wa taala që rinien, pasardhësit ton, fëmijët ton të ruajnë nga çdo devijim, që mundohet dikush që u imponon, që mundohet dikush që është përlan trunin, që në fëmijët ton për me pas mundësi dikush më është përlan trunin atinve, ne ti mësojmë fëmijët ton, të edukojmë edukatën islame, që mbellmi besimin, bindjen islame, që u mësojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jenë të qëndrueshëm në këtë din, e kështon të shpëtojnë dunjën dhe në ahiret, sepse kjo është përgjegjësia jon. E lutem Allah subhanahu wa taala na i falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit, dhe në fund e lutem Allah taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.